Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pse nuk e vlerësuat kur ishte i gjallë? Anajt Kaloti shpërthe në rrjetet sociale. Pas lajmit të trisht për ndarjen nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi, Anajt Kaloti ka reaguar ashpër me një mesazh të fortë në rrjetet sociale, duke kritikuar mënyrën se si VIP-at kanë shprehur reagimet e tyre ndaj humbjes së këngëtarit. Në një postim emocional, ai thekson se shumë prej tyre që sot publikojnë homazhe dhe dedikime nuk kishin treguar asnjë mbështetje reale për artistin sa ai ishte i gjallë. Ky është një fenomen që ndodh rëndom në ditët e sotme, ku njeriu nuk vlerësohet kur është gjallë, por bëhen ato fasadat pasi humb jetën.